Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi në kanalin Monitor TV. Hatërmbetjet, inatet, mlefet, urrejtjet kanë vazhduar edhe pas përfundimit të këtij prajmi. Pas përfundimit të ditëlindjes së Jozit, Egli është pozicionuar pranë Danjës, e cila po hekuroste një çarçaf në dhomën e lavanderisë, dhe pranë Aldos, që në fakt po shohim një lloj afrimiteti të madh me Aldon pas rikthimit të Eglit në shtëpi, do me thënë një shoqëri që siç duket për mendimin tim mbart një sekret brenda, nuk dua të besoj në sekretin e një dashurie, por mbart një sekret të një njohjes shumë të mirë jashtë shtëpisë. Për shembull, gjatë kohës kur Egli dëshironte ta fiton gjestin, kishte debate shumë të mëdha me Aldon, duke i thënë që pse po gënjen, se po më njeh, pse po mashtron, pse po manipulon, por tani do me thënë gjërat janë pak më ndryshe. Egli siç duket ka arritur që të ullë gjakrat edhe të krijoj një shoqëri me Aldon. Ajo ka biseduar me Aldon duke thënë që gjesti mundoheshte ta manipulon situatën, do të thënë e nxori gjesti një lloj gënjeshtari gjatë mënyrës se si gjesti përgjigjeshte në kohën kur Egli jepte mendimet e saj, jepte dyshimet e saj dhe shprehte pak kënaqësi, le të themi, nga ngjarja e cila kishte ndodhur. Egli mundoheshte që gjestin ta nxjerrën mashtrues, manipulues, dhe kjo ishte një lloj pikpyetje e madhe që në fakt po bëhej gjatë diskutimit në shtëpinë e Big Brotherit mbrëm. Aldo tha që gjesti ka qenë i ktill, tha, dhe mua tha më vjen keq që nuk e njeh. Ai tha çdo situatë ta mundohet ta manipulon, dhe Aldo e la të nënkuptuar që gjesti ka dashur të përdor edhe ti. Por Egli me mënyrën se si shpreh ajo, jo s'ka vlla, tani ka marrë fund më gjithçka, tani un kam hyrë për veten time, tani un do t'rregoj njeriu tim, tani un kam hyrë për forcën time, do thënë e bëri që në fakt situata të jetë pak më e neglizhuar dhe situata të jetë pak më e dhimbshme. Unë mendoj që Egli mundohet në të gjitha format që të bëj gjestin xhelos, edhe pse gjesti e shikon me cepat e syve dhe ndihet shumë keq. Dua të marr mendimin tuaj, si e shikoni ju në rikthimin e Eglit, afrimitetin që ka krijuar me Aldon?